Hajde një sekund. Do të themi sekret. E di çka ka ndodhur me këtë djalin? Unë me Sidritin afro këtu. Nuk e di ata kam thënë Ilir. Unë me Sidritin tu më tregu rastin e Elvit. Është i djalë që është i smur, ditën e parë shkollës ka ra pandjenja dhe më kanë thonë mjekët nuk ka shërim. Për zotin po them. Kur më tha ditën e parë jam ble librat e shkollës, unë asnjëherë nuk ndërhy kur se Sidi flet me mjekët edhe Liri. Unë mu fiksova. Pasha zotin kam dy fish shpërblim këty Elvi. I kam thonë Sidit, çoje epikrizën Babino Xhezu. Ore më kanë thonë mjekët pa. Dhe është problemi kur janë gjendje kome, çanot. Kur janë gjendje kome, mundet shkoj me vite vëlla dhe i bie të paguash 1 milion euro në fund. Dhe mjekët kanë thonë s'ka shpresë. Dhe fundja nuk di shpresë. Ore mu fiksu, pasha zotin po them. Dhe i kam thonë, çoje Babino Xhezu. Po më tha nuk më le Liri e këto çunat që merren. Ore i thash po pse mund? Kot më fiksu. Wallahi billahi. E çon dhe më merr Liri. Më thot pse e ke çu se na kanë thonë mjekët kështu ashtu dhe për zotin për 3 muaj sa ka qenë. Po. Nuk e ka besu asnjë që Elvin e kemi këtu dhe kam marrë shpërblim për zotin kam marrë. Allahu ja shpërbleft. Sepse sikur gjithë shqiptarët që ndodhen. S'kishte nevojë me më falënderu mua valla se këto i bë zoti i madh, nuk i bë visi, nuk i bë braçe si bë Sidi. Po, e kemi nevojë. Futu këtu, boss, futu këtu.